Të nderuar ju gazetar, shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj që përmes jush dhe mediave të juaja ne mundsoni komunikimin me qytetarë. Qytetarë të nderuar, sot nuk po flasim për një parti politike, po flasim për Kosovën. Qytetarët votuan, vullneti i tyre është shprehur. Tani duhet të respektohet vullneti dhe të ndërtohen institucionet. Partia që ka fituar zgjedhjet ka të drejtë ta propozojë kryetarin e kuvendit, por nuk ka të drejtë ta mbajë peng kuvendin. Fitoria në zgjedhje është mandat për të qeverisur, jo licencë për ta bllokuar shtetin. Kushtetuta dhe rregulloret e kuvendit përcaktojnë qartë procedurat e seancës konstituive. Duhet të vazhdojë deri në konstituimin e kuvendit. Ndërprerja nuk mund të përdoret si mjet për zvarritje të pafundme. 4 tetor nuk janë javë, nuk janë muaj, nuk janë pafundësi. Kryesuesi i përkohshëm nuk është kryetar partie, as kryetar parlamenti. Ai nuk është përfaqësues i interesave të një grupi politik. Është aty për ta udhëhequr procedurën. Prandaj, duhet të themi qartë, një funksion teknik nuk mund të shndërrohet në armë politike. Kur një pozitë që duhet të garantoj procedurën, përdoret për të bllokuar procedurën, atëherë nuk kemi më një problem procedurial, kemi një problem institucional. Dhe përgjegjësia nuk mund të ketë vetëm drejtuesi i seancës. Përgjegjësia shkon edhe te ata që po e përdorin këtë situatë për interesat e tyre politike. Ju fituat zgjedhjet, por nuk e keni fituar kuvendin, nuk e keni fituar Kosovën, nuk i keni fituar institucionet. Dhe mbi të gjitha, nuk e keni fituar të drejtën për ta mbajtur shtetin peng. Kosova nuk është pronë e 53 deputetëve. Kuvendi nuk është zyre private e shumicës. Shteti nuk është mjet për kalkulime politike. Kuvendi është i 120 deputetëve. Kuvendi është i qytetarëve. Kosova është e qytetarëve. Kujt po i konvenon blokada sot? Kush po fiton nga mos konstituimi i kuvendit? Kush po shpreson që nga një krizë institucionale të dalë një përfitar politik? Nëse dikush mendon se zgjedhjet e reja i sjellin me shumë vota, le t'u thot qytetarëve qëllimin për çka po shkojmë zgjedhje. Mandati i qytetarëve është të ndërtohen institucionet. Jo të paralizojmë ato. Nga mos konstituimi i kuvendit, nuk po humbim ne si deputet, por po humbim ne si qytetarë. Ne kërkojmë vetëm atë që qytetarët na kanë dhënë mandatin për të kërkuar. Të konstituohet kuvendi, të zgjidhet kryetari, të zgjidhen nënkryetarët dhe të vazhdoj puna. Pa zvarritje, pa lojra, pa blokada. Sepse Kosova
nuk mund të pres derisa dikush të bëjë llogaritë e veta politike. Kuvendi duhet të konstituohet, që të kaloj kjo krizë politike e bashkë me të, edhe kriza ekonomike, që so vite është duke i rënduar qytetarët e Kosovës. Shteti nuk mund dhe nuk duhet të jetë peng i askujt, e as më pak i atyre që pretendojnë që janë fitues të këtyre zgjedhjeve. Faleminderit.